vetëm një emër, Shqipëria ka në zemër. Normalisht jemi shumë të kënaqur me rezultatin e arritur, mirë po ne si akademi nuk është qëllimi për të bërë kampion. Qëllimi jonë është që sa më shumë lojtarë të prodhojmë për ekipin e parë, mirë po kur kurorëzohet me kampion, normal që jemi të kënaqur. Çunat kanë kvalitet, duhet punë, disiplinë, përshkëndin është një e ardhmja e sigurt me këto çunat, veç duhet menaxhohen mirë edhe shpresojmë të ardhmen të na bëjnë krenar siç na kanë bërë sot. Jam shumë i kënaqur që këtë sezon kemi arritur të bëhemi kampion me treneri Ismail Ismaili dhe me gjeneratën U16 që jemi një super skuadër. Titull që do jemi shumë i lumtur dhe të vazhdojmë punojmë derisa të arrijmë në ekipin e parë. Këtë kohë që e kena bo me meritën tonë, me punë, me sakrificë, kena punu dhe besoj se kena meritu. Ky sezon ishte një sezon shumë i suksesshëm për ne. Kemi fituar disa loja shumë të mira dhe kemi punuar për këtë ditë. Tani duhet vetëm të festojmë dhe të kënaqemi me lojtarët e ekipit.